Ndonse jemi në ditët e fundit të vitit 2025, fermerët që kanë aplikuar për të përfituar nga skema të ndryshme në bujqësi të akorduara nga Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural, ende nuk kanë marrë parat. Burime për Mat Televizion thanë se ka ende shumë fermerë të cilët nuk kanë marrë as këstin e parë të përfituar nga skemat e bujqësisë, si tek nafta ashtu edhe tek skemat të tjera. Zyrat e ekstensionit bujqësor në të gjithë vendin po përballen me fermerët të cilët po kërkojnë parat të cilat nuk ju kanë kaluar ende në llogaritë e tyre bankare. Të kontaktuar nga ana jon, drejtues të ekstensionit bujqësor thanë se një problematikë e tillë është shkaktuar edhe nga bankat e nivelit të dytë, pasi Ministria e Bujqësisë e ka dërguar fondin në banka ku këto të fundit duhet i kalojnë në llogaritë bankare të fermerëve. Një tjetër problematikë e ditëve të fundit të dhjetorit për fermerët është edhe mos funksionimi i sistemeve online, si AIRUD e sisteme të tjera, që prej arrestimit për korrupsion dhe shpërdorim detyre të drejtoreshës së Agjencisë Kombëtare të Shërbimeve dhe Informacionit, Mirlinda Karçanaj. Një pjesë e fermerëve duhet të presin vitin 2026 për të marrë subvencionet në bujqësi, për të cilët kanë aplikuar që prej marsit të vitit 2025.